Që ta doktorisht për gjandrën tiroide, me një firmë ju e përmanet edhe më herët që nëse e ka, ne kemi shumë letë, më thonë, kur e di që pacientjavi që ka Hashimoto, nëse e ka, për shembull e ka funksionin që trajtohet, ajo është për neve, për neve ginekolog të shumë letë, se në atë moment ku të e zbulojmë që një grua është 7 zona dhe ka probleme me gjandrën tiroidin, automatikisht e këshillojmë, që edhe një hemi përsëri vlerat e gjandrës tiroidis, edhe kuptohet që më konsultu me endokrinologun, sepse kuptohet që gjatë shtazanies edhe kërkesa ose nevoja për hormonin e gjandrës tiroidis është ma e lartë dhe kuptohet që domethënë foshja nuk ka kam me marrë se përveç se prej nanës. Ashtu që këtë rasti kemi shumë alet. Po janë raste tjera ku na duhet t'i zbulojmë, domethënë edhe kur komar para disa viteve, kur komar nuk e kombar rregullisht për shembull gjandrën tiroidin, mirë po me kalimin e kohës ka dështu një herë dhe kuptohet që aty tani bëhet komplet gjandra tiroide, jo vetëm të shëja për shembull të treshit të katërshit, po edhe antitrupat, anti-TPO edhe antitigeni, si këto janë shumë specifike, mirë po për shkak se për çet arsye se edhe këto mundën me ndiku kuptohet edhe në zhvillimin e shtazanisë edhe për këtë arsye domethënë tash rregullisht i kam që domethënë propozimi jem është domethënë automatikisht si zbulojmë si ta verifikojmë që është shtazan domethënë me spaku që të dyja domethënë të shënët e katërshin për shembull.